Mirdita. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, në sakt mos vendimit të kësaj gjykate për të hequr pezullimin ndaj Lubi Ballukut, mbasi 4 gjyqtarë të saj votuan kundër heqjes së pezullimit, votuan duke shkelmuar ligje dhe kushtetut, votuan në diktatin e egër të Edi Rams, faktikisht, çfarë ndodhi? Lubia mbeti e pezulluar, por gjykata pezulloi vetën e vetë. Ndodhi një akt i rëndë, që në aparencë edhe qëndron, por probabilistët japin një fakt tronditës se në probabilitet kjo mund të ndodhë 1 në 500 herë. E kuptoni? Kurse këtu ndodhë 1 në 2 herë. Se sa i të mërshëm është veprimi politik ndikimi mbi gjykatën. Nuk mund të ndodhte ai vendim 4-4. Pavarësisht se pezullimi mbeti në fuqi, por pezullimi nuk duhet të mbetej në fuqi për votat e 4 gjyqtarëve, por duhet të mbetej në fuqi me votat e të gjithë gjyqtarëve. Dhe ky është dëshmi edhe njëherë e paralizës nga ekzekutivi i gjykatës kushtetuese. Sot, Edi Rama kërcënoi në mënyrën më të paskrupullt prokurorin, gjykatën dhe u zotua se do mbroj gjerë në pikën e fundit të tij veten dhe Lubi Ballukun. Vetën dhe Lubi Ballukun. Ai është thirrur sot në Bruksel. Sipas mediave, sepse nuk dihet, por mediat shkruajnë se ka takim, është thirrur direkt nga numri 1 i Këshillit të Bashkimit Evropian për t'i komunikuar qëndrimin e prerë të Bashkimit Evropian ndaj qëndrimeve të tij, antikushtetuese, antidemokratike, ndaj zotimit të tij për të vazhduar grushtin e shtetit. Ndaj zotimit të tij për të vazhduar grushtin e shtetit. Nuk ka. Pra, ju e pat, ju e shifni, ai shkon në Bruksel me fustanin e Lubi Ballukut. Në kuptimin që shkon si avokat i turpshëm i saj dhe të gjitha i ka për vetën e tij.
në Bruksel dhe në mbar kryeqytetet është kuptuar se çfarë përfaqëson, çfarë kalbësire, çfarë njeriu kalbësir përfaqëson Edi Rama. Është kuptuar se autori i aferave të Ballukut është direkt Rama. Është kuptuar se Edi Rama, për fatin e mirë të shqiptarëve, është Ergy Sagasi. Është kuptuar se ata në sipërmarrjen e dominuar tërësisht nga familja e tij, në agjensinë e dominuar tërësisht nga familja e tij, Akshi, jo vetëm kanë vjedh miliona, qindra miliona, por kanë urdhëruar pegmarrje dhe krime të shëmtuara. De facto, pra, Edi Rama po shkon drejt fundit ti të merituar. Mirë po, si shbëjnë të ditur mediat, sepse nuk ka njoftime, por mediat që u referohen burimeve zyrtare, ndërkombëtare, ati komunikohet se ky qëndrim është aq i rëndë dhe i papajtueshëm me shtetin ligjor, me kushtetutën, me standardet europiane, sa që do të provokoj zhbërjen e plot të procesit të integrimit me Shqipërinë. Këthimin mbrapa të këtij procesi në vitin e firmosjes marrëveshjes tregtare 1992. Akt i cili nuk është ndërmarrë kur ndaj një vendi. Kur. Nuk është ndërmarrë sepse s'ka ekzistuar dhe nuk ekziston në historinë 75 vjeçare, 76 vjeçare të Bashkimit Evropian, një rast i vetëm i ngjashëm me Edi Ramën dhe Lumi Ballukun. Asnjë. Ju rikujtoj këtu një moment. Një prokurore speciale e një vendi mik e Rumanisë, e cila në dallim nga mashtrimet e paskrupta dhe banale që bën Edi Rama, që s'ka patur kur pezullime, ka pezulluar jo një, po disa ministra. Dhe kur ajo përgatiti dosjen e pezullimit të kryeministrit rumun, ai e mori vesh dhe dha dorëheqjen. Dha dorëheqjen. Pezullim ministrash, si që u kam faktuar këtu me emër, mbi emër, me data, me të gjitha, ka ndodhur me 10 raste në Europë, në Azi dhe në botë. Pra, Edi Rama po mbron veten e tij. Po mbron veten e tij dhe po ndërshkon Shqipërinë. Po ndërshkon në mënyrën më ekzemplare Shqipërinë. Por sot me që është kjo ditë dhe ai kërcënonte Europën duke deklaruar se ne dhe vetëm ne jemi perspektiva europiane e shqiptarëve, mashtrimin e madh, unë deklaroj sot këtu. Atë që kam deklaruar
prej 2-3 vitesh me 10 herë. Shqipëria nuk plotëson në absolute asnjë kusht të procesit integrimit evropian. Jo, nuk ka plotësuar dhe sukseset e Shqipërisë janë mashtrimi me Edi Rama, janë mashtrimi më i madh. Shqipëria ka plotëson kushtin gjeostrategjik, i cili është një kusht i rëndësishëm. Por duke thënë këtë, garantoj partnerët tanë, garantoj Bashkimin Evropian, se Partia Demokratike ka objektivin saj më madhor, integrim në Shqipërisë në Europë. Por, në një mënyrë tjetër, në një rrugë tjetër. Asnjëherë në mashtrimin dhe lobimet mashtruese, gjithçka në meritën, performancën dhe meritën. Kur nuk kemi ndjekur rrugë tjetër, dhe ajo ka qenë rrugë e suksesit. Ne kemi plotësuar kushtet për marrëveshje stabilizim asociimit. Dhe ajo është firmosur. Është votuar në gjitha parlamentet anëtare të Bashkimit Evropian, diku me ndonjë hezitim, diku me vonesë, diku shumë shpejt, por ne kemi patur argumenta për çdo qeveri, për çdo parlament. Pse ne meritojmë marrëveshje stabilizim asociimit. Ne nuk ju lutëm as kërkujt, absolutisht, për heqjen e vizave. Jo, përkundrazi. Ne, të gjitha kancelarive, të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kishim vetëm një mesazh. Të nderuar zotëri, zonë, çfarë ishte, kryeministër, ne kërkojmë nga ju që në vendimin që do mirëni, ta bazoni ose në një mision tuaj në Shqipëri, nëse janë plotësuar kushtet apo jo për heqjen e vizave, sepse ishin një 120 kërkesa, ose të sjellim ne përfaqësuesit tanë të brifojnë ju për këto. Dhe kjo ka funksionuar në mënyrë më serioze. Unë kam thënë dhe u them prapë. Kancelarja Angela Merkel dërgoi këtu drejtorin e përgjithshëm të policisë gjermane, një personalitet shumë të njohur. Tha i bëri një raport të shkëlqyer. Erdhi problemi i statusit të kandidatit. E njëjta gjë. E njëjta gjë. Ne nuk kërkojmë lëmosh as kërkujt. Ne duhet të performojmë, që të meritojmë atë që kërkojmë. Dhe morëm status e kandidatit, që le blokoi Edi Rama, ju e dini, me 3 ligje, si vononte edhe këshilltarët e Thierit. Kjo është e vërteta. Ne besojmë se kjo është rruga e interesit maksimal të shqiptarëve për të integruar. Pse? Sepse procesi i integrimit evropian ka synimin t'i bëjë shqiptarët më të lirë, më të begat, më të sigurt. Më të sigurt. Kjo rrugë ka funksionuar. Merri pak rrugën tjetër. Ja se si është. Ja se çfarë regresi. Ndaj dhe unë siguroj partnerët tanë që ne kemi qëllim më kryesor integrimin, por integrimin e bazuar në merit dhe jo në suksese imagjinare. Këtë ne nuk e kërkojmë, nuk e bëjmë. Jo. Shqipëria sot është një vend i dhunimit masiv të drejtave të njeriut. Njeriu që lëvizte me hekura në për ekrane,
Ankohet sot se janë mbush burgjet, po kush i mbushi burgjet? Burgjet i mbushi politika, terrorizuese. Burgjet i mbushe ti që i letë shqiptarët pa sistem drejtësie, pa të drejtën e procesit gjyqësor. Dhe tani kërkon të fajsoj as kërkon. Në këtë udhëtim, ai do të shkelmoj në Bruksel interesat e çdo shqiptari. Në këtë udhëtim, ai do mbroj vjedhjet e veta dhe të lubi ballukut dhe të sojës rollopit të tij. Ndaj dhe nesër është dita e qytetarëve. Dhe ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria, ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës. Në kryengritjen tonë paqësore, t'i faktojmë kombit Europës dhe botës se ne nuk mposhtemi kurrë nga një grusht hajdutësh që s'kan interesa tjera përveç interesave të pasurimit tyre. Faleminderit. Zoti Berisha, për te rrezikut që ju e keni denoncuar se vjen nga Brukseli deri për zhbërjen e procesit të integrimit dhe për te vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, kreu i qeverisë Edi Rama ka bërë të qartë edhe në mbledhjen e grupit Partisë Socialiste se do të vijojë betejën ligjore në mbrojtje të Belinda Ballukut, duke paralajmëruar edhe ndryshime në legjislacion. Keni një koment për këtë dhe cili do të jetë qëndrimi i opozitës përballë zhvillimeve të fundit në vend? Faleminderit. Qëndrimi i opozitës do të jetë protest dhe vetëm protest dhe mënyrë revolt dhe vetëm revolt dhe mënyrë kategorike, asnjë vot për asnjë hap të kreut të organizatës kriminale dhe organizatës kriminale në mbrojtje të krimeve dhe vjedhjeve të tyre. Asnjë vot nuk do ketë. Ne kemi tani dialog konstant me qytetarët, i ftojmë ata me guximin e tyre, tu tregojmë vendin këtyre qeveritarëve, narkoqeveritarëve që s'kan asnjë normë parim tjetër përveç vjedhjes qytetarëve. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Ka rreth një javë që banorët të fshatit Rjodh në Shkodër janë duke protestuar, duke pretenduar se tokat e tyre janë duke u zënë, duke u ndërtuar aty një resort nga një sipërmarrës dhe për këtë qeveria shqiptare ka dhënë edhe leje. Një nga protestuesit ka bërë një pyetje publike: si është e mundur që Partia Demokratike na thërret neve të protestojmë në Tiranë, e ndërkohë Partia Demokratike nuk është krah nesh në protestën që ata po zhvillojnë? Nuk, së pari, ne mbështesim absolutisht çdo protestë të drejtë. Një, kjo. Së dyti, ne kërkojmë dhe insistojmë respektin e plot të drejtave të pronësisë dhe të drejtave të tjera të qytetarëve. Së treti, i them atij qytetari që nuk është e vërtet që Partia Demokratike nuk është interesuar. Ai mund mos e di dhe kjo është normale. Por deputet Partisë Demokratike kanë qenë aty dhe janë marrë me problemin dhe merren. Natyrisht, Osman, ne mbështesim protestën pa diskutim, kur problemet janë gjithçka bazuar mbi dokumenta të sakta, zyrtare, të vërteta, çka unë nuk i diskutoj. A priori, unë nuk hedh poshtë asnjë pretendim të atyre protestuesve. Ndaj dhe ne po shohim, po e ndjekim. A duhet bazohet mbi dokumenta? Duhet bazohet mbi, besoj, apo jo? Duhet bazohet mbi dokumenta. Sepse nuk kam asnjë lloj dienie, është blerë, s'është blerë, por ne po e ndjekim zhvillimin. Dhe ne jemi kategorik kundër prekjes qoftë 1 metër katror tokë të pronarëve privat. Ky qëndrim është i palkundur i yni. Qofse
parashikohen, është detyrë e sipërmarrësit të zgjidhë me kushte tregtare problemet që ka me banorët. Ne nuk kemi asnjë lloj lëvizje, hezitimi, nuk pranojmë pra që tjerëve të konfiskohet, të mirët toka e tyre. Dhe pyetja e dytë, përpara disa muajsh, zoti Berisha ju kam pyetur në lidhje me rritjen e çmimit të biletës së urbanit në Kamës. Dhe ju deklaruat se do të merrni kohë për ta verifikuar si rast. A e keni mësuar apo e keni verifikuar se pra këshilltarët demokrat jo vetëm e kanë votuar, por në Kamës tonë që e kanë iniciuar vetë këshilltarët e Partisë Demokratike rritjen e çmimit të biletës. A e dini këtë gjë? Përsëri, ne do ta shqyrtojmë problemin. Çfarë ka ndodhur? Jam informuar, kompania ka ndrruar mjetet e transportit, ka ble më moderne, më të dohen, dhe mbi këtë bazë, mos gaboj, megjithatë, ne do informohemi më mirë dhe të përgjigjemi. Zoti Berisha, edhe një pyetje lidhur me paralajmërimin e Edi Ramës për ndërhyrje në drejtësinë. Kur ndërhyhet në legjislacion, pra në reformën në drejtësi, teksa një zyrtar është nën hetim, a përbën shkelje të kushtetutës? Faleminderit. Shkelje flagrante dhe grush shteti përbën, element të grushtit shtetit. Element të grushtit shtetit. Shiko çfarë, nuk do t'i ve epitete unë ati, Ergysagase ka mjaftueshëm. Bën të thirrje të arrestohej lideri i opozicës, arrestonte në Mestru Gurdhonte, kryetarin e partisë dytë opozitare, hapte çështje penale për një çështje të tejkaluar, të parashkruar për të tretin, dhe këto që i konvenonin për mandatin e këtij kriminali, këto ishin veprime të drejtësisë reformuar. Dhe këto i quhen të ai suksese të mëdha dhe i rrahte gjoksin e Europës se njëri tjetër reform të tillë nuk ka bërë. Kurse tani, u betohet shqiptarëve për kokën e Belindës, e Lubis, se Shqipërinë e jap, Lubin nuk e jap. Se integrimin e jap, Lubin nuk e jap, se është vetja ti. Vetja ti, Isa, se po të mos ishte vetja ti, Lubia kish marrë fund 5 herë gjerë tani. Po të mos ishte vetja ti, po është vetja ti, edhe ajo ja ka bërë betë. Me vete do të marrë. E rrahur me vajmë dhe uthull si që është, ky e ka kuptuar që ajo mëshirë nuk ka. Ajo do e marrë me vete. Ky është gjithë problemi. Ai po mbron veten e tij. Cila është detyra kryesore e një opozite kur qeveria e cila ka dhe shumicën parlamentare nis një proces për të ndryshuar rregullat e lojës, për të ndryshuar kodin penal, për të ndryshuar kushtetutën, dhe më pas parlamenti i cili domethënë nuk mbledh këshillin e mandateve prej disa kohësh, cila është rruga? Ka një rrugë që opozita e një vendi mund të ndërmarrë për të dalë nga kryengritja paqësore që tund themelet e narkoparlamentit, narkoqeverisë dhe regjimit. Kjo është rruga. Kjo është rruga. A e kupton? Ai dje u betua para shqiptarëve se të harrojë Europa, se do lëshoj unë Belindën, vetë e ti. Po çfarë ka parlamentin? A e në gjurë çfarë tha apo jo? Kryeministri dhe kryetari i mazhorancës parlamentare, dhe është ai, mund të them që s'është mazhorancë, është fake mazhorancë. Kështu që nuk ka tani, çdo shqiptar e ka të qartë.
që ka vetëm një rrugë, revolt, gjenërzimin e tij. Po ama, gjithçka po zhvillohet në favor të shqiptarëve. Imagjinoni ju, është thirrë sot për t'i komunikuar nga autoritet më i lartë i Europës verdiktin. Kjo është një ndihmë e jashtëzakonshme për qytetarët shqiptar. Është një apel, është një kushtrim. Ishte Peleshi në departament. E kishte heq frazën e karteleve të drogës. E pat ju, u detyruat të lexojnë në faqen e departamentit. Ai ishte në mes. Në mes. Nuk del më nga rrethi kush ky. Nuk del më nga rrethi kush. Ky është një kufom politike që çfarë do që të bëj, nuk do shpëtoj dot. Faleminderit.